Vlogmas, good morning, and happy Friday. Today it's Vlogmas Day 19 and December 19. Yeah. Dhe kështu që po fillojmë edhe një video tjetër. Happy Marlet Eve, edhe kështu që është si vjet 16 years we celebrated Marlet festën, apo dhe kështu që do të shkruajmë tomorrow, është me 16 vite, nata edhe dita. Okej, të shohim këtu tani, po kemi vendosën edhe Marletin ose qëto ose qatje, edhe kemi vendosën edhe diçka tjetër special, kështu që sot pjesën e dytë, pjesa e parë do dalim qytet, shkojmë te një urë, sot është fog outside, ama do të shkojmë te një urë që do të jetë, është hapur e re, edhe do të xhirojmë aty ka ajo ura ujin, edhe gjanat kështot, kështu pantulla pi marr, edhe Qështu do të qesim advent kalender edhe advent chocolate. Chocolate. Okej, po bëhemi gati. Edhe po dole. Okej. Ja, me të 18 yesterday e kemi përfundu, sot fillojmë edhe 6 ditët e fundit. Kështu që today it's Marlet Eve 19, Marlet Day, Marlet After Day, Marlet. Pastaj këtu kemi Christmas Eve, kështu që ja ku është java e 6 ditëshi i festës 19. U habita përgamita. Qështot? S'na kam mbetur edhe shumë edhe këtu, edhe 3-4 ditë. 19 është ja ku është. Ku është 19? Oh, Hana, moon. Yeah. Kemi me pas fat. It's a moon. Yeah, magical moon. Okay. Vendos stopet. E pastaj hajmë vonë. Shiko, it's a fog upside, pakës, edhe është si mjekën, edhe ne do të shkojmë tek ura. Kështu që. Edhe qëto po i hekim të është ditë, edhe qëto po i qojmë që atje. Oj, duhet me largu edhe qëto, për shkak se e kom largu nga atje, do t'ju tregoj sot. Shiko, akoma nuk i kam bërë gati, janë duke i bërë gati këtu gjërat për Christmas market o New Year, kështu që shiko, është edhe bina këtu ka bëhet, edhe kështu që ka rregullohet. Shiko, sa ka ujë shumë. Edhe shkojmë te ura e re, New Bridge. Shiko, it's a sun. Është koha e mirë. Look at its New Bridge. Okej, shiko sa ka ujë. Akoma janë duke rregullu. Nuk e di janë alojmë për me kalu, po. Shiko ujë. Dielli. Okej, pas disa ditësh edhe është dielli, sun,
Edhe është shumë e mirë. Mamma mia. Po ecim këtu te parko dhe po him te ura. Të shohim qa ka kjo urë. Edhe po inqizojmë. Ui. Okay, it's New Bridge. Mo. Ui këtë. Shiko këtë që ka pas punime, akoma po punojnë urën. Mo. New Bridge, New Bridge. Yeah. Mo. Të shohim ku do të him. Dhe hypim që të... Mamma mia. Shiko. Hajde po him. Do me... Wait! You're here! No! Is je famkes? Let's go easy. Woo! Let's go to the Look at this, another bridge out here. Oi! Kijk niet naar de. Wow. Jakoś tjetra. Shkjo karika. Shka është kjo pjesa tjetër këtë. E urës. Mamma mia. Ui, akoma janë të ke punu aturën tjetër atje. Ose po rregullohet. Interessante. Okay, we are in a park now. Shiko, kjo është parku këtë, tek ura atje, që kjo është ura atje, po ishin. And now jena këtu, shiko, me gjithë. Gjithë. Yeah. Që po shkojmë tash në tonë. Okej, po dalim në qytet. Okej. Shiko se si janë. S'ka kur gjokrit janë, po. Okej. Qështu? Nuk është askush. Parku është I thatë. Qërë që kjo? Qështë është? Mamma mia.
Okej. Ku të jemi dikon tjetër, pas edhe një herë tek parku jon këtu. Shiko se dielli ku na ka dalë këtu dhe më duket sikur me 2014 me të 19 Virgjilje të Marletit ka qenë dielli, kështu që edhe today është koha shumë e mirë, më e bukur dhe për e zon dielli në ditën e Marletit, kështu që ja ku jemi këtu dhe do t'ju tregoj tash kohën është me të vërtetë ngratë. Ne kemi hap fundimisht këtu dhe kom he kapelen dhe shumë bukur dola afër diellit dhe unë ngroha. Kështu që bukur mirë. Edhe këtu ishim te hura, tani jemi këtu dhe pjesa tjetër do t'jetë për Marletin. Shiko, është koha e mirë. Edhe të tregoj edhe një herë. Dielli ka dalë dhe po i ngroh edhe pemët për me i vendosën ato fletat. Shiko. Kështu është e bukur mirë. Qëtu kemi diçka. Shiko. Drasa. A vlen qëtu drasa diçka. Kemi edhe një gjysë që atë. Si kush e ka hek dhe si e ka nkput nuk e di. Okej, do ta lërgoj qëtu. Okej, ja ku jam tani këtu në shtëpi dhe kjo pjesë tani është pjesa e dytë e Marlet Eve, do më thonë tani fillon gambasditja e 19 dhjetorit edhe festa e Marletit dhe sonte është Marlet Virgilia of Marlet. Kështu që do të fillojmë nga dritat për t'i ndesur edhe deri tek altari dhe gjërat e tjera. Po fillojmë tani me dhes mas pari këtu drita këtu, edhe pse është akoma dritë. Okej, ja ku e kemi këtu dritat. Do t'i dhesim edhe këtu drita këtu. Okej, ja ku janë edhe këtu drita. Këtu do të bëjmë preparacion për advent, për altarin e Marletit. Ja ku do t'i ndesim edhe dritat këtu. Ja ku do t'i ndesim edhe dritat e bredhet këtu. Këtu. Uaj. Edhe këndej. Tani do i rregullojmë. Edhe dritat e këtu. Okej. Ja ku është edhe drita këtu. Dhe ja ku kemi filluar gjithçka në rregull festimet, të cilat edhe tani do festojmë. Kjo është pra Marlet Eve dhe gjithçka gati. Taşıyacağım, kararım kesin. Emekli maaşını diyorum ya. Sizin bankaya taşıyacağım. 60.000 liraya varan avantaj var mı? Yapma ya. Ka ardhur koha tani nata e Marletit për ta vendosur edhe imagjine di San Marlet. O Marlet, vieni tu. O Marlet, vieni tu. O Marlet, vieni tu. E bëjmë altarin e Marletit për këto 3 ditë me 19, 20 dhe 21. Kështu që ja ku është. E kemi edhe këtë, kjo është kurora
e Marletit, edhe si vjet po e vendosim këtë kurorën këtu. Ja ku është kurora e Marletit, ku është kurora e Marletit, ku është kurora e Marletit, ku është kurora e Marletit. Ja ku ka Marleti kurorën, kurse kemi edhe ne një kuror tjetër të Deborës, të cilët ja vendosim. Është ka bëhet kështu. Ja ku kemi edhe qiriun e ndezur për Marletin ton. Ja ku kemi qiriun e Marletit ton. Ja ku po bëhet edhe altari, si dhe unë si vjet du me qit edhe këtë fletat e ullinit të shenjta nga manastiri i Zvërnecit këta, dhe kështu të pra du me lon këtu, dhe ja ku është kështu. Kështu të talojmë edhe të Marletit, si vjet është kështu kjo altari i Marletit, të cilën po duket kështu. Ja ku kemi edhe këtë qirion këtë, nuk po di andizët, du me provu. Ja. Nuk po di andizët, po ndizët kjo. Ja. Po pik. Po pik. Të shohim si po bëhet kështët. Nuk po bën. Ja ku e kemi dhejës edhe qirion këtu, të cilën edhe po e lam, dhe tani kemi altarin e Marletit kështët, me këto, ja ku kemi qirion këtu, dhe ja ku kemi edhe një qiri këtu të cilën e kemi ndisër, dhe tani do të lutemi. Dhe kjo është pra kështët, edhe njëre, dhe kështët. Jemi gjithë së bashku të, jemi këtu se duam që të lutemi, tu se dua që të lutemi. Ave o Marletion, ti qa kishention. Dhe tani festa. Dhe festa. Dhe frutat. Fanta. Ai më romas mi firra ta po ta vështirën çështë. E murën sy. Ja ku jam, do më shkëmeru me flajt, është ora 2 e mbrëmjes, edhe shumë duke shiku programin këtu, kështu që po du me flajt, po du me shumë qëto drita këtu, vetëm po du me përfundu edhe videon, kështu që po du me la dhëmbët, po du me vendos që tu i kam e regullu të gjitha qëtashti, edhe po i mbylli dritat, kështu që ishim me Marlet Eve dhe kështët. Si kom për ata, si kom pyll qëta duna me mush qështët edhe qështët
me marrë qëto edhe po e përfundojmë e video. Tu na me mbyllë qëte. Mo. Me mbyllë qëte edhe po shkojmë. Pe mbyllëm. Ok. Kjo pra është edhe tëra, sa i përket edhe kësaj video, gjithë ju që pëlqeni videot mia, bëni like edhe bëni subscribe për një patë gjitha videot mia në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you tomorrow me Vlogmas Day 20 edhe Marlet Day.